Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e njëjtë 11 dhjetor 2025. Dashi. Është diçka e paqartë për familjen dhe marrëdhëniet e gjata. Duhet të rishikoni disa marrëveshje, tani për tani ekziston si një blog për t'u kapërcyer. Demi. Intensifikoni kontaktet me njerëzit që kanë rëndësi dhe bëjnë plane me rreze të gjatë. A jeni gati për të vepruar dhe prerë të pricën? Binjaket. Sot duhet të shmangni lodhjen shumë. Ndryshoni diçka në punë, nga rrethanat e jashtme dhe jo nga vullneti juaj. Gaforja. Ju nuk doni të debatoni me njerëz që nuk ju kuptojnë, nuk flisni sot, keni tendencë të izoloni veten sepse nuk doni njerëz të bezdisshëm përreth. Mos u vono dhe përpiqu të relaksohesh. Luani. Një situatë pune që nuk është më interes për ju do të përfundoj. Koha e mirë për çifte që duan të kenë një fëmijë. Virgjeresha. Në punë mund të vendosni për më të mirën. Kërkimi për emocione të veçanta duket i favorizuar. Peshorja. Sot do keni probleme të forta nga ana biznesore dhe financiare. Forma fizike duhet të trajtohet në detaje. Akrepi. Nëse një situatë pune ndryshon, nëse ka perspektiva të reja, realiteti duhet përballur në një farë mënyre. Bëni kujdes nëse po bëni shumë mosmarrveshje në dashuri, duhet durim. Shigjetari. Është e mundur të gjesh një qetësi të mirë, një ditë interesante për ata që kanë qenë të dashuruar për një kohë të gjatë ose duan të legalizojnë një histori dashurie me një martesë ose bashkëjetesë, shërim psikofizik. Britsjapi. Do të zgjidhni çdo keqkuptim që ka lindur ditët e fundit. Puna përfshin sfida, ndryshime të rolit ose detyrës, ju jeni krenar dhe dëshironi të provoni vlerën tuaj. Ujori. Sot do të jeni simpatik dhe sensual. Gjatë kësaj kohe, njohuritë tuaja janë me vlerë ari. Peshqit. Transferet e mundshme, ndryshimet e kompanisë. Mundohuni të zgjidhni problemet më të rëndësishme më vonë këtë mbrëmje. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.